Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi afdalus salati wa atamut taslim. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa hudan wa tuqan wa tawfiqan ya rabbil alamin. Me emrin e Allahut të falenderojmë, vetëm për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Dëshmojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguar i tij. Paqja, mëshira, mirësitë, bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata besimtarë që do ta ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. O Allah, na jep dije dobishme, na mundso që të përfitojmë për asaj dije që marrim dhe na mundso sukses, udhëzim, orientim dhe shpëtim në botën tjetër. Amin. Vazhdojmë në akiden e Ibn Abi Zeid al-Qayrawanit. E kemi lënë në fjalën e autorit ku thot në ajetin Kursi: "Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal-ard, wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyu al-'azim." Ku thot Allahu, dhe ata nuk e përfshin dijen e tij vetëm se në atë gjë të cilën ai do, dhe kursiji i tij ka përfshirë ose pra madhësia e saj është sa qejt dhe toka, dhe nuk e mundon atë për Allahun e lartësuar ruajtja e njerëzve, pa qejve dhe tokës, pa wa huwa al-'aliyyu al-'azim, dhe ai është i larti, madhështori. Fjala Ibn Abi Zeid al-Qayrawanit në ajetin Kursi: "Wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a", ato nuk e përfshin dijen e tij vetëm se në atë gjë të cilën ai do. Në këtë ajet kemi cilësimin e Allahut të lartësuar me cilësinë e dijes. Dhe dija e tij subhanahu wa taala përfshin çdo gjë. Allahu i lartësuar thot: "Lita'lamu anna Allaha 'ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma." Në mënyrë që ta dini se Allahu ka mundësi për çdo gjë dhe se ai ka përfshirë çdo gjë me dijen e tij, ndërsa krijesat nuk dinë vetëm se atë gjë të cilën Allahu i lartësuar i ka mësuar. Allahu i lartësuar për cilësive të tij është dija, ndërsa njeriu duhet besojmë që çdo dije të cilën e ka vetëm se ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Për këtë arsye thot, dhe ata nuk kanë prej dijes vetëm se atë që Allahu i ka dhënë. Pra wala yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Ato nuk përfshin asgjë prej dijes së tij vetëm se atë që Allahu do. Çdo dije që ka njeriu vetëm se Allahu i lartësuar ja ka mundsuar. Thot Allahu, duke treguar për profetin e tij Nuhun alayhis salam, duke pohuar se dija i përket vetëm Allahut, thot: "Wala aqulu lakum 'indi khaza'inu Allah, wala a'lamu al-ghayb, wala aqulu inni malak." Nuk ju them juve se un kam magazinat ose burimet e Allahut, dhe nuk ju them që un di dijen e të fshehtës, edhe nuk ju them se un jam melek. Gjithashtu profeti Allahut i dërguar i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kur i tregon popullit tij se ai nuk e di ghaibin, thot: "Qul la amliku lakum qul la aqulu lakum 'indi khaza'inu Allah wa la a'lamu al-ghayb wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilay." Pra të njëjtën gjë që i tha dhe Nuhu, pra se nuk di dijen e ghaibit dhe nuk ju them se jam melek, vetëm se ndjek atë gjë
që më shpallet prej Allahut të lartësuar. Gjithashtu Allahu tregon për melajket në historinë e njohur kur i çon melajket, kur i pyet Allahu melajket për krijesat, do të thonë, për tokën dhe gjërat që ndodhen në të, që t'i tregojnë emrat e tyre, ato thënë qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. I patmeta je ty Allah, i thanë. Nuk ka dije tek ne, la ilma lana, vetëm se ajo dije që ti na e ke dhënë. Pra këtu edhe një herë theksojmë, njeriu nuk ka dije vetëm se atë dije që Allah i lartësuar ja ka dhënë. Dhe çdo burim suksesi vetëm se është prej Allahut të lartësuar. Edhe këtu më kujtohet një ngjarje, një shkencëtar egjiptian duke hulumtuar në historinë e Jusufit alayhis salam, ku Jusufi alayhis salam i thot vëllezërve të tij, merrni këmishën time dhe hidheni në fytyrën e babait ton. Dhe mundohet të hulumtoj. Pra, pasi ishte mjek, edhe pas një hulumtimi zbulon që mjekimi i cili shërbente për të mjekuar sytë të cilët i dobësoi shikimi, ka qenë pikërisht, më thonë, një përbërje që ishte në djersën e njeriut. Pra çdo dije, nëse njeriu do të zgjerohet dhe do të ketë sukses, t'i kthehet dijes se cilën Allahu e ka zbrit, Kurani dhe hadithi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Profeti sallallahu alaihi wasallam na tregon gjithashtu në hadithe të shumta se ai nuk ka ditë, nuk e ka ditë ghaibin. Pra ka shumë gjëra që profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i ka ditë, sikurse është ngjarja kur e akuzojnë Aishën radhiyallahu anha dhe profeti sallallahu alaihi wasallam nuk e shfaqsoi. Pa edhe pse zemra e tij mund të anonte, do thonë, në pafajsinë e saj, mirë po nuk fliste profeti sallallahu alaihi wasallam në të fshehtën. Dhe priti ai sallallahu alaihi wasallam derisa i erdhi shpallja ku Allahu i lartësuar e shfaqsonte atë. Thot wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, pra gjerësia e kursijit, pra të tij është sa gjerësia e qiellve dhe tokës. Kursiu i Allahut është një krijesë prej krijesave të Allahut. E pohon Ibn Abbasi, pra ajo që tregohet për Ibn Abbasit, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, është se kursiu i Allahut është vendi ku mbahen këmbët, ku Allahu i lartësuar pra vendos këmbët e tij subhanahu wa ta'ala. Nësa fjala e tij wala yauduhu hifdhuhuma, pra nuk e mundon atë dhe nuk e rëndon atë, pra ruajtja e qiellit dhe tokës. Ky është mohim, sikur se kemi thënë, sipas metodës së Ehli Sunnetit, një mohim i cili përmban të kundërtën në mënyrë të përsosur, pra e mohon lodhjen dhe pamundësinë për Allahun e lartësuar, duke pohuar fuqinë e Allahut në mënyrë të plotë dhe të përsosur. Fuqia e Allahut subhanahu wa taala, mase do të vim më mbrapa. Po. Thot autori, pra duke vazhduar, wa huwa al-aliyyu al-azim, dhe ai është i larti dhe madhështori. Këto dy janë dy emra për emrave të Allahut të lartësuar që përmbajnë dy cilësi të Allahut të lartësuar, që është cilësia e lartësisë, pra el-ulu, wal-azama, e madhështisë. Allahu i lartësuar cilësohet me lartësi, me të tre llojet e lartësisë. Lartësia e Allahut subhanahu wa taala është tre llojesh. Lartësia në qenien e tij, lartësia në pozitën e tij subhanahu wa taala dhe lartësia në sundimin e tij. Pra Allah subhanahu wa taala është i lartë në qenien e tij, është i lartë në pozitën e tij dhe në sundimin e tij,
Pra ai është i lartë dhe i lartësuar. Këto emra, ky emër El-Ali, El-Azim, ky emri El-Ali, pra që përmban lartësinë, në Kur'an kur ka ardhur me tre cilësi tjera në përgjithësi. Ka ardhur me cilësinë e madhështisë, sikur se kemi wa huwa al-Aliyyu al-Azim në ajetin Kursi, ka ardhur me urtësinë El-Hakim, pra dhe ka ardhur me madhështinë. Sikur se kemi inna Allaha kana aliyan kabira. Pra në surën Nisa Allahu është i lartë dhe madhështor. Gjithashtu wa anna Allaha huwa al-Aliyyu al-Kabir. Njëta gjë se Allahu është i lartësuari dhe i madhi. Innahu aliyyun hakim. Dhe këto treja rastet i lartësuari apo i larti ka ardhur para cilësive tjera. Vazhdon autori El-Alimu al-Khabir, El-Mudabbiru al-Qadir, El-Sami'u al-Basir, El-Aliyyu al-Kabir. El-Alimu al-Khabir. Këto dy emra, El-Alim dhe El-Khabir, janë emrat të Allahut të lartësuar, të cilët tregojnë për dy cilësi të Allahut, të cilat janë cilësia e dijes dhe e informimit. Pra El-Alim është i gjithdijshmi, El-Khabir është i mirë informuari. Në disa, këtu autori ka thënë El-Alim, në disa kopje tjera të këtij libri të Ibn Abi Zeidit ka ardhur El-Alim dhe jo El-Alim. E faktikisht ajo është parsore në përmendje për dy arsye. Për shkak se El-Alim ka ardhur në Kur'an shpesh edhe i papërcaktuar, sikur se ka ardhur El-Alim. Pa El-Alim shpesh ka ardhur i përcaktuar me diçka tjetër, për shembull Alimul Ghaib. Pra ai i cili di të fshehtën, ndërsa El-Alim ka ardhur i papërcaktuar, domethënë i gjithdijshëm për çdo gjë. Ndërsa tjetra, sepse emri El-Alim ka ardhur në Kur'an, pra sikur se e ka sjell El-Alimu El-Khabir në Kur'an, faktikisht El-Alim El-Khabir. Kanë ardhur këto dy emra të bashkangjitur me njëra tjetrën, kështu që parsore do të ishte prej autorit të përmendte këtë emër të Allahut dhe jo tjetrin. El-Mudabbiru al-Qadir. El-Qadir është një emër për emrat e Allahut i cili tregon për cilësinë e tij, edhe ajo është fuqia e tij subhanahu wa taala. Allahu thot lillahi mulku as-samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahut i takon sundimi i qiellit dhe tokës dhe çfarë kanë to, dhe ai është i plot fuqishëm mbi çdo gjë. Fuqia Allahu subhanahu wa taala në besimin ton të ehli sunnetit është se ajo është një fuqi e plot, e cila përfshin çdo gjë, nuk ka shtërim, nuk ka ndonjë mangësi. Ka prej grupeve subhanallahu që kanë devijuar në këtë aspekt, saqë disa prej tyre besuan që fuqia e Allahut përfshin disa gjëra dhe nuk përfshin disa gjëra tjera. Nuk do zjatemi, thjesht po I përmendim përciptozi. Disa të tjerë e cilësuan Allahun me lodhje, sikur se janë krishterët, që thanë krijoi qejt të tokën dhe pastaj u qetësu, u lodh fjeti. Disa tjerë prej grupeve të cilët përkatësojnë veten e tyre në Islam, mirë po kanë devijuar rëndshëm, kanë thënë se Allahu subhanahu wa taala fuqia e tij është shtëron. Vjen një moment dhe nuk do të ketë më Allahu subhanahu wa taala fuqi për asgjë. Allahu na ruaj nga këto lloj devijimesh. Ne besojmë që Allahu subhanahu wa taala fuqia e tij përfshin çdo gjë. Nuk shtëron kurrë, është fuqi e plot, nuk ka mangësi, nuk ka lodhje e nuk e pengon asgjë. Nëse Allahu do që diçka të bëhet, vetëm I thot bëhu dhe ajo bëhet. Këtu lind një pyetje. Ka disa njerëz që thojnë
ka shumë gjëra, edhe ke prej tyne që kanë thonë, unë t'i përmend 100 gjëra apo 500 gjëra, nuk e di se sa, s'po më kujtohet tani, që Allah nuk i bën dot. Që të krijojë Allah një gur e mos ta ngret dot, e kështu me radhë. Të lloj interpretimesh, domethënë që faktikisht ne themi edhe nëse qëllimi i këtij personit është i mirë, vetëm se ai nuk ka hec në metodën e ehli sunetit në mohimin e mangësive. Apo a krijon dot një zot tjetër, e kështu me radhë. Pra këto janë pyetje që nuk i përkasin edukatës me Allahun subhanahu wa taala dhe nuk janë interpretime që janë sakta me u bë. Se ne kemi thënë ne mohojmë mangësinë. Ja mohimi që ne i bëjmë Allahut lartësuar është vetëm ai mohim që Allahu ja ka bë vetes vet, për shembull në Kur'an, duke pohu formën e përsosur, ndërsa për pohimin e përsosmërisë e bëjmë me detaj, të detajuar, ndërsa mohimi është në formë të përgjithshme. Sepse nuk është prej respektit. Tash, nëse dikush do shkonte te një njeri me pozitë, te një mbret, e ti thonte mbretit, kjo është rregulli me Allahun subhanahu, pra i edukatës, po them pastaj do dalim te çështja tjetër. Pra prej edukatës, nëse shkon para këtij mbretit edhe do ti kërkosh atij diçka dhe do t'i afrohesh, domethënë me forma lavdërimi. A mund konsiderohet lavdërim nëse i thua atij mbretit, po ti nuk je shurdh, po ti nuk je çka them un debil, apo po ti nuk je i çmend, ti nuk ke, pra ti thuash atij të gjithë format e mohimit, gjërat e këqija. A kujton se do të presi mirë apo prej leckash jashtë? Sepse nuk është prej edukatës mohimi me këtë lloj detajimi. Pra mohimi mohohet në formë të përgjithshme, duke pas për qëllim përsosmërinë e të kundërtës. Pra ne mohojmë se Allahu lodhet, Allahu vetë e ka përmend Kur'an dhe metoda jonë e ehli sunetit kjo është, që ne mohojmë me ato gjëra që Allahu ja ka mohu vetes vet dhe duke dash përsosmërinë e të kundërtës. Pra e mohojmë Allahut lodhjen duke pohu se Allahu është, domethënë, i plot fuqishëm në formën më të plotë. Ashtu çështja tjetër që lidhet me fuqinë e Allahut subhanahu wa ta'ala është se Allahu subhanahu wa ta'ala, pra këtë lloj interpretimesh, ne themi që Allahu, pra shkurtimisht themi që Allahu ka mundësi të bëjë çdo gjë. Allahu vepron dhe ka atë që do, Allahu e bën. Mirë, po fuqia e tij dhe veprimi i tij nuk lidhet me gjërat e pamundura. Jo se nuk i bën, po fuqia e Allahut lidhet me ato gjëra që Allahu don. Sigurisht themi që Allahu i lartësuar prej shikimit të tij të përsosur është që shikon çdo gjë. Ama shikimi i Allahut nuk lidhet me dëgjimet, ose dëgjimi i Allahut, për shembull, nëse dikush do thonte Allahu i lartësuar, dëgjimi i tij është i përsosur në atë formë saqë Allahu dëgjon dhe ngjyrat. S'ka kuptim. Pra kjo është të lozësh, domethënë të lozësh me fen. Edhe kjo është mos më e kuptu mirë fen. Pra shkurtimisht themi që Allahu i lartësuar ka fuqi për çdo gjë, mirë po fuqia e tij lidhet me ato gjëra të cilat janë të mundura, domethënë dhe që Allahu don. Po. Ndërsa tjetra që ka thënë autori El Mudabbir është ai i cili rendit çështjet e njerëzve. Tani ky El Mudabbir nuk saktësohet që të jetë emër për emrave të Allahut, vetëm se lejohet që të përmendet në formën e lajmërimit, e njoftimit. Jo të themi që Allah është i emëruar me këtë emër, pasi ne kemi thënë që emrat janë një kapitull i cili, më thonë, është i mbyll, nuk na lejohet ne nga vetja jonë, vetëm se ajo që ka ardhur në Kur'an dhe Sunet. Dhe në Kur'an
ka ardhur se Allahu i lartësuar i rendit çështjet e njerëzve, mirë por nuk na ka ardhur, pra u thot Allahu yudabbiru al-amra min as-samai ila al-ard. Pra Allah i rendit çështjet, i rregullon nga lartësia, pra nga qielli deri në tokë, dhe nuk na ka ardhur në një pohim se Allahu i lartësuar të jetë i emëruar me këtë emër subhanahu wa ta'ala. Vazhdon autori, wa huwa as-sami'u al-basir, dëgjuesi dhe shikuesi. Këto janë dy emra për emrat e Allahut, të cilët tregojnë për këto dy cilësi të Allahut, që janë cilësia e dëgjimit dhe e shikimit. Dëgjimi i Allahut përfshin çdo gjë prej gjërave të dëgjueshme. Pra jo siç tham, nuk lidhet me shikimet. Dëgjimi i Allahut nuk lidhet me shikimet. Dëgjimi i Allahut lidhet me dëgjimet. Dhe shikimi i tij përfshin çdo gjë prej gjërave të cilat shikohen. Thot Allahu, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allahu dëgjoi fjalën e asaj gruas, e cila të po tankohet ty për burrin e saj. Edhe Allahu e dëgjoi, domethënë, dialogun tuaj. Thot Aisha radhiyallahu anha, pra i lartësuar është ai i cili e dëgjoi prej 7 shejve, atë gruan që ishte në atë dhomë, që vetë Aisha radhiyallahu anha kishte të vështirë, domethënë, ta dëgjonte, edhe pse dhoma e profetit sallallahu alaihi wasallam ka qenë shtëpi e madhe e gjerë, qenë dhomë e ngushtë, domethënë ai ishte një cep, pa nga cepi tjetër, dhe nuk po e dëgjoja dot mirë, tha Aisha radhiyallahu anha, çfarë po fliste ajo grua, ndërkohë që Allahu mbi 7 shej e dëgjoi këtë grua që po i ankoi profetit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdon autori, thot El-Aliyu el-Kabir. El-Aliyu el-Kabir, pra këto dy emra janë dy emrat e Allahut të lartësuar, të cilët tregojnë për dy cilësi, që është cilësia e lartësisë dhe e madhështisë. Allahu i lartësuar është i lartësuar dhe është lart mbi çdo gjë me 3 llojet e lartësisë. Pra tham, lartësia e sundimit apo imponimit, lartësia e pozitës dhe lartësia e qenies së tij subhanahu wa taala. Allahu i lartësuar është më i madh dhe më madhështor se çdo gjë tjetër. Të gjitha krijesat në raport me Allahun e lartësuar janë të vogla dhe nuk i afrohen në asnjë aspekt madhështisë së tij subhanahu wa taala. Vazhdon autori dhe me këtë fjalë të tij e mbyllim inshallah. Wa annahu fawqa 'arshihi al-majid bi dhatihi. Fawqa 'arshihi al-majid bi dhatihi wa huwa fi kulli makanin bi 'ilmihi. Dhe sa ai është mbi arshin e tij të madh, do të thonë me qenien e tij, dhe sa ai është me krijesat e tij me dijen e tij, pra është bashkë me krijesat e tij me dijen e tij. Ibn Abi Zaid al-Qayrawani, mbasi përmend emrat e Allahut, të cilët përmbajnë edhe cilësitë e tij subhanahu wa taala, tregon se Allahu i lartësuar, edhe pse është në lartësi, pra ai është lart mbi arshin e tij, domethënë, mbi fronin e tij, mbi arshin e tij, vetëm se ai është me krijesat, me dijen e tij. E para duhet besojmë që Allahu është mbi arshin e tij, dhe kjo është pse e ka përmend pikërisht këtë fjalë, sepse shumë grupe të devijuara e pranojnë interpretimin se Allahu është në lartësi me pozitën e tij edhe me sundimin e tij. Edhe ajetet e Allahut në Kur'an, ku Allahu thot Ar-Rahmanu 'ala al-'arsh istawa, i gjithëmshirshmi, pra u ngrit mbi arsh, ato interpretojnë mbi zotëroi mbi arsh. Prandaj Ibn Abi Zaid al-Qayrawani thot bi dhatihi, është mbi arsh me qenien e tij. Pra kundërpërgjigje për ata të cilët e mohojnë se Allahu ndodhet mbi arsh. Fjala e tij pastaj wa huwa fi kulli makanin bi ilmihi. Kjo
El-Ma'iyya është një cilësi për cilësive të Allahut. Pra në gjuhën arabe El-Ma'iyya edhe përshtatja në shqip është që kjo cilësi është se Allahu i lartësuar është me krijesat e veta. Ka përmend me dijen e tij. Me dijen e tij këtu ka për qëllim fakti se Allah është me krijesat e tij, pra kjo është ajo që Allahu ndodhet me krijesat. Kjo është fakti ajo e përgjithshmja. Se Allahu është me krijesat, me dijen e tij dhe me përfshirjen e tij, ai përfshin gjithçka që kanë krijesat. Ai është me krijesat, me dijen e tij, është me kujdesin e tij. Ai është me dëgjimin e tij, me shikimin e tij subhanahu wa taala. Pra Allahu është ai që na mbikëqyr, ai që kujdeset për ne. Nëse ne nuk do na mbikëqyrte, nëse nuk do kujdesej Allahu subhanahu wa taala për ne, qoftë një sekond, si thot profeti sallallahu alaihi wasallam, "Wala takilni ila nafsi tarfat ayn." Mos më bëj Allah që të kujdesem për veten time, pra që të mbështetem në veten time, qoftë sa hapem mbyll syt. Nëse Allahu subhanahu wa taala nuk është me ne, do thon me mbikëqyrjen e tij, me kujdesin e tij, me dijen e tij, me dëgjimin, me shikimin e tij. Pra, nëse Allahu na një sekond të vetëm na lë, çdo gjë shkatërrohet. Ndërsa Ma'iyya, pra të qenurit, shoqërimi i Allahut, po themi, ka dy lloje. Kjo e përgjithshme që thamë që përfshin të gjitha krijesat dhe është El-Ma'iyya, pra që është e veçantë për robërit e Allahut lartësuar, që Allahu i lartësuar është me robërit e tij duke i ndihmuar ato, duke i dhënë fitore, duke i ruajt, duke i dhënë sukses e kështu me radhë. Allahu thot: "Inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun." Allahu është me ata të cilët ju friksuan atij dhe ata të cilët ishin vepërmirë. Ndërsa për atë që është e përgjithshme, pra që tham që Allahu është me krijesat, me dijen e tij, Allahu thot në një ajet thot: "Alam tara anna Allaha ya'lamu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard." Nuk e shikon se Allahu e din çfarë kanë qeje, çfarë kanë tokë. Vazhdon ajeti dhe e fillon me dije edhe e përfundon ajetin "Inna Allaha bi kulli shay'in alim." Pra e ka fillu këtë ajet Allahu i lartësuar me dije, a nuk e shikon se Allahu e di çfarë kanë qeje, çfarë kanë tokë. Dhe ka përfundu me dije "Inna Allaha bi kulli shay'in alim." Allahu është i gjithdijshëm për çdo gjë. Pra e ka filluar me dije këtë ajet dhe ka përfunduar me dije. Selamullah. Nëse Allahu i lartësuar është me krijesat e tij pa u përzierë. Këtu ka dash të thotë edhe një çështje tjetër, kundërpërgjigje për ata të cilët besojnë se Allahu i lartësuar është i shkrirë me krijesat. Ata të cilët besojnë që krijesat dhe Zoti janë një. Sa që kanë thënë prej fjalëve, çdo gjë që ndodh në këtë botë nuk është gjë tjetër vetëm se manifestim i vetë Zotit. Ky lloj besimi është besim që të nxjerr nga feja. Është besim kufri. Pra të besosh se Allahu është një me krijesat, el-hulul, ka thënë shkrirja, pra apo wahdatul wujud, pra një qenie. Ato thonë që në këtë gjithësi që shikojmë nuk ka dy qenie, pra krijues krijesa, po çdo gjë, shkurt Muhamedi thënë çdo gjë është Allahu, thënë ato. Edhe çdo gjë që lëviz është vetëm janë cilësitë e Allahut apo ato gjërat që veprimet e Allahut që ndodhin. Ky besim është besim që normalisht nxjerr nga feja sepse e hedh poshtë konceptin krijues krijes, ato edhe krijesën pra shkurt Muhamedi e bëjnë krijues. Allah i lartësuar pra është me krijesat e tij pa u përzier me to. Nuk ka përzierje. Ai është në lartësi. Allah i lartësuar është në lartësi dhe është me to me dijen e tij duke i ditur çfarë bëjnë, duke i përfshirë të gjithë veprat e tyre, fjalët, duke u kujdesur për ta e kështu me radhë. Dhe krijesat janë shumë të vogla, ndërsa madhështia e Allahut
dhe lartësia e tij subhanahu wa taala, pra nuk mundet që të bëhet ky lloj krahasimi që devijuan disa njerëz, dhe Allah i lartësuar është mbi arshin e tij, e megjithatë ai është afër me krijesat e tij dhe me robërit e tij, të cilët kujdeset për ta, i ruan, i mbron, i jep sukses dhe fitore e kështu me radhë. Kaq për sot, nëse ka një pyetje, nëse ka një paqartësi, Allah shpërblet me të mirë. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik.